Një banesë private është përfshirë nga flakat në fshatin Lalar të Bashkisë Fier. Në vendngjarje kanë bërritur menjëherë 2 mjete zjarrfikse, të cilat kanë bërë të mundur shuarjen e flakëve. E zonja e shtëpisë Fiqerete Bregu tregon se si zjarri, ndërkohë që ka theksuar se fatmirësisht ka qenë ndërhyrja menjëhershme e fqinjve, ajo që ka mbajtur nën kontroll flakët deri në mbërritjen e shërbimit zjarrfikës. Unë isha brenda në kuzhinë, gatova. Fika sobën, fika dhe aspiratori, edhe dola jashtë. Mora diçka këtu, kisha diçka nderur në tel, kryra brenda ndjej ertymi. Thashë mos e kam haruar tenxhere në plak edhe e dogja. E heq atë unë jo. Kur në moment mori flak kabulli e aspiratorit. Dhe shpërtheu flaka, mori njëra anë e kuzhinës, dola i thira kunatit, erdhi ky me këta nipit, vojtën kështu me kova me ujë, sa erdhi zjarrfiksja, se dhe ajo erdhi në rekord nuk u vënua. A janë shkaktuar dëme? Po. Dëme, normale gjithë instalimi brenda ka dalë jashtë funksionit. Pompa e ujit jashtë funksionit. Soba jashtë funksionit. Shefi i shërbimit zjarrfikës të Bashkisë Patos, Alket Halimi, ka pohuar se paraprakisht dyshohet se shkak mund të ketë qenë edhe një bombull e vogël gazi.